t'imponohet. Edhe kur del jashtë i zgjedh vetë, edhe më ka pëlqyer shumë sepse jo domosdoshmërisht dush me fol me krejt veç pse e kam rëna me një projekte përbashkët. Normalisht po, ama kur nuk e din se çfarë rrethone, çfarë situate mundesh me njoft në njëri tri, qoftë një shoqe, qoftë një shok, qoftë një të dashur ose diçka që mundesh kur me ditë çfarë rrethone e takon. Po pra. Kështu që një pjesë shokëve më të mirë veç e kam njoftuar Big Brother, Labin, edhe se di, domethënë nashta janë çat senet e destinume edhe të shkruame në jetë sa që të vynë një tonë që si rrugtime edhe fiks çat vend për shembull me kriju një raport po të caktuar. A e kishe përsërit Bigun? Kur? Jo. Jo. Cili prej njerëzve që ndoshta ke prit jashtë më konë i njëjti, po dul jashtë ndryshe? Zakonisht që ata që ma kanë marrë men Ja ke qëllu. Po, si jashtë si mrena, kështu që s'm ka befasu kur gjë. Kur gjë heq. A është pjesë e nostalgjisë që ki me majt kujtim Bigu për ty? Apo është thjesht një eksperiencë që ka qenë pjesë e jetës tane edhe aq? Këshire, të e marrë parasysh të mirat që na i ka pru gjithë se cili, dikujna më pak, dikujna më shumë. Normalisht që nuk mëj me dhona as një komend. Ty edhe jashtë nuk të rijet ka njerë, edhe nashta as të rijet as me familjes në herë, as me të mahalës, as me shoqni, as me kur gjë, e lemo aty mrena me dë njerës që i ke po për herë të parë nashta. Ta shprej aty në dinamikave që